Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se ardhët këtë pasdite në Dita me ne, si gjithmonë në DTV Media. Sot e kam nderin të kem në studio drejtorin ekzekutiv të qendrës për informim dhe përmirësim social dhe me të do të flasim gjithçka rreth kësaj qendre, pra misionin e tyre, çka kanë qenë ato puna e vazhdueshme dhe përpjekt. Përshëndetje, Bent Siraja, si po ndihesh në studio? Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Kënaqësi gjithmonë me marr pjesë, me mujt me fol pak për punën e Çipsit. A mundesh me na tregu fillimisht cili është misioni, kur është themeluar, pra edhe ato sfidat e fillimit, ndoshta që keni pas? Po, Qendra për informim dhe përmirësim social, shkurt QIPS apo QIPS, jena themeluar në vitin 2016 në tetor, prej një bashkimit të rinjve që vijnë apis fondeve të ndryshme. Unë jam psikolog për veti me profesion, po kena pas laramani dhe vazhdojna me pas laramani të profileve që vinë me punu të na. Ku qëllimi është me punu për shëndetin mendor në Kosovë. Konkretisht na nisë me idenë, ajo që na ka mbledh bashkë, ka qenë ideja për me lancu linjën e jetës, që është linjë telefonike për parandalimin e vrasjes. Po me kalimin e kohës, na kena fillu më marrë edhe me mësane tjera që kanë tentu me kap paka shumë problemet që me cilë ballafaqohet një individ që ka rregullimet të shëndetit mendor prej atij personi që nashta i ka matë në sipërfaqe sfidat deri te ai individi që përfundon edhe në psikiatri. Edhe për gjatë kohës u ballafaqu me kompleksitetet e problemeve të këtyre individëve në Kosovë, e kena pas që na ka dashur më zgjeru edhe aktivitetet tona. Sot rrjedhimisht QIPS jo vetëm se merret me linjën e jetës edhe parandalimin e vrasjes si shërbim, po gjithashtu ofrojnë trajnime për polici, për infermier, për punëtor social, për qysh me qas personave që kanë mendime për vrasje. Merremi me politikë bërje, do të thonë lobojna për me pas politika që i përfaqësojnë të drejtat e njerëzit, edhe që i ruajnë ato në mënyrë sa më të dinjitetshme. Në baza vjetore organizojna një festival, që është java e terapisë të artit, ku na mbledhim artistë dhe organizata të ndryshme për me ardhë dhe me bashkëpunu, që me promovu shëndetin mendor dhe me lan hapësinë personave të cilë ballafaqohen me probleme të shëndetit mendor, që me fol ata për përvojat e tyre, e shumë sene tjera që ndër të tjera e kena trajnuar edhe gazetarët, një bashkëpunim me AGK-n, ku kena mujt me kriju një udhëzues të përbashkët se çysh raportohet shëndeti mendor edhe që tash. Kjo është shumë pjesë e rëndësishme dhe këto po e vujmë edhe sot këto. Po, fiks edhe që tash në qëtë vetë për herë të parë kanë u ofru çmimi i gazetarisë për raportimin më të mirë të shëndetit mendor në Kosovë, për çka po presim ashtu për me po realizimin. Këto janë disa prej saneve që i bëjnë, po Po besoj që kemi prek edhe tjera atë fika gjatë intervistës. Jo përmendës që jeni psikolog me profesion, ajo ka ndihmu kjo pjesë, goxha shumë në informimin edhe të qendrës, edhe keni pas ndoshta një mendim goxha edhe një analizë më të thellë, keni ditë shumë të çast këtyre problemeve pak më mirë. Kështu me thonë drejtën, mu që sondim ka pru në që të fush, po mu më ka dosht shumë me mësu që nuk ka ardhë pej studimit që e kom pas për me mujtë me thonë që jam kompetent për mu marrë me çato që bën QIPS sot. Në sensin që na për shembull kur jena marrë për herë të parë me parandalim të vrasjes, neve na kanë ardhur disa trajner prej Holandës që na kanë jep shkallësitë për me menaxhu një qendër të tillë. Edhe çat kom mësuar me ta, kon diçka që absolutisht në fakultet nuk e kom mësuar më herët. Masni edhe këtë punën që e bëjna me të drejtat e pacientëve, këto janë senet që i kom mësuar në biseda, do me thonë, me kolegë, me aktivistë tjerë, janë senet që kom mësuar kur kom lexuar raportet e OBSH-s për trajtimin e dinjitetshëm, senet që mu ka dashur mi pa vetë, kur kom qenë në Trieste vitin e kaluar me pa çysh funksionon atje, kur gjë prej saj do me thonë nuk është që mu ka mësuar në fakultet. Kështu që po aq sa ka kontribuar që ky background jam ndoshta ju ka drejtuar aty. Që më ka drejtuar aty, zhvillimi jam profesional ka fillu edhe vazhdon me qenë pjesë e QIPS-it. Pra këtë çka bëjnë ana çdo ditë janë të mësu të pas parasysh edhe shëndeti mendor si temë është hala diçka që
zhvillohet në baza ditore, na ende mësojna më shumë se ç'ka mundem na me ofru në Kosovë dhe ç'ka mundet Kosova me bo më mirë për pacientat që kanë çrregullimet të shëndetit mendor. Pikërisht edhe pra, unë që nga viti 2016, po besoj që ka qenë një evolvim, pra, si është një qendrën e juaj sot me para 9 viteve? Realisht para 9 viteve na pra nuk kena pas as fonda, as kështu, ja kena nisë një grup në baza vullnetare, hapsin tonë nuk kena pas zyre, nuk kena pas se shfrytëzojshim pak një vend aty këtu një herë një javë për mu taku edhe mu siguru që kena që planet dhe me thonë për ndjekim, kena dështu shumë herë për gjatë qëti procesi, edhe për shkak që s'kena pas pra një bazë financiare, na jena konë shumë jo stabil. Prej njerëzve që jonë konë fillim qipsit, veç une jom që ka minë, dhe me thonë themelust kanë vazhdu edhe plot për i stafit që janë konë tjetër në fillim kanë ecë, dhe me thonë në projekte tjera dhe në përgjatë jetës, dhe me thonë kanë shku në vende tjera. Si funksionon pikërisht organizimi i qendrës? Pra, e përmendët që fillimisht keni qenë vullnetar në këtë qendër, pra, a pranoni ende vullnetar të ndryshëm, si funksionon pikërisht? Po, do me thonë, unë kur i referohem vetës si vullnetar është sepse gjysën e kohës qipsi ekziston që në 9 vjetë, gjysën e që aty në 9 vjetëve unë e kom punu në qips paruk, kështu që u dasht me shty projekte për para edhe aktivitetet tona për para, nashta ma shumë se gjysën në fakt. Pa pas, dhe me thonë, pages. Sot na kena vullnetar, po roli ty në është shumë specifik. Na pranojna vullnetar për shembull për me punu në linjën e jetës si operator, ose për gjatë javës të shëndetit mendor për më na mbështet me organizimin e aktiviteteve, po nuk është si ma herët që drejtori do me thonë nuk me rrugë. Do me thonë kjo shqyru u regullu, se kena tu pas mbështetje prej entiteteve të ndryshme, kryesisht ndërkombëtare, që tash kena për shembull prej Bashkimit Evropian edhe prej ambasadës suedeze në kuadër të projektit tonë të Human Rights Division. Si funksionojnë pikërisht këto bashkëpunimet nga jashtë, pra edhe me organizata ndërkombëtare? Secila organizatë ndërkombëtare, secili grant i ka rrugët e veta për me një në qatë pikë. Do me thonë mas pari ti dush edhe me kallëzu një farë profilit të organizatës tonë, me pas një CV të organizatës, me punu disa vjetë, që mujtë me mëri për shembull me marrë një grant institucional, që kena në ashtash. Shumica e organizatave, si të mësë ato që ofrojnë shërbime, marrin grante ma të vogla, që janë dhe 10.000 euro në sen, prej komunës, prej qeverisë, ose prej ambasadave, për në entitet tjetër. Na qështu kena funksionu, dhe më thonë një kohë. Për shembull, kena marrë një grant bajgit vogël prej komunës Prishtinës, masime që ato kena mujtë me pagu staf, për mujtë me menaxhu linjën e jetës, me bli kompjutera të ri e tjerë. E masni me kalimin e kohës, tu e dëshmu, si vetën, kena mujtë me kriju bashkëpunime me organizata më të mëdha. Tash secili donatori ka rrugët e veta, dikush kërkon diçka e shtesë, dikush kërkon diçka më pak, dikush jep më shumë parë, dikush më pak. Këtë varet domethënë edhe objektiva të ndryshme. Domethënë na kena pas në fakën që tash shëndeti mendor ka filluar mu bë prioritet. Rrjedhimisht kena pas mundësi me bë bashkëpunim. Dikush ka prioritet të drejtat e grave, dikush të drejtat të personave queer. Domethënë ka bajgi laramani. Megjithatë që tash nuk është kështu fort stabile kjo çështja e fondeve ndërkombëtare. Na kena pak më shumë në fak në disa sfera së organizata tjera, po për shembull USAID u tërhek edhe kur u tërhek USAID edhe plot organizata e kanë ndjej mas në çat mungesën e fondeve. Edhe nuk është vetëm USAID që u tërhek, ka edhe ambasada që tash riorganizojnë fondet në vende tjera, gjë që e bën edhe konkurrencën në shoqërinë civile edhe me oje që ka gjamat egër për çato fonde që kanë met. Po edhe njëkohësisht e vështirëson jetëgjatësinë të organizatave për shkak që na nuk përfitojna fort prej qeverisë. Për shembull, linja e jetës, që është shërbim që na ofrojna prej 2019-s, ajo kryesisht ka marrë financa dhe vazhdon me marrë fonde prej nivelet ndërkombëtar. Pacienti domethënë nuk ish mujt me mu menaxhu sot, edhe pavarësisht faktit që jena në situatë ku kam nevojë mu shkurtu orari, kjo domethënë vjen si pasojë që nuk ka mbështetje mjaftueshme qendrore. Rrjedhimisht, që me thonë, veç me thonë nuk është nashta koha e përshtatshme sot për me sjellë dikush një organizatë nëse vetë o ka mënon. Linjën e jetës që kena filluar në 2019, po është definitivisht nashta projekti që më shumë i ka pas impakt prej Pro kemi pa edhe shumë ka qenë
i njohur linja e jetës, pra. Në 2019, dhe më thana para 2019, kena tentu vazhdimisht me e themelu linjën e jetës në bashkëpunim me Ministrinë të Shëndetësisë. Herën e parë që kena pas takim me Ministrinë të Shëndetësisë ka qenë kur ka qenë Orhan Ismaili ministër. Edhe ato u konë një takim i facilituar me ambasadën e Finlandës, cilëve i ka pëlqy ideja shumë, po kanë thënë s'kena na fonde për me mbështet, kështu që po tentojna mi taku me ministër që mujt ata me vazhdu. Edhe fatkeqësisht nuk ka pas lëvizje prej anës tonë, nuk kena gjetë mbështetje, edhe kjo nuk ka met veç nuk është diçka veç e Orhan Ismailit, po u konë ka vazhdu mas ne edhe me Arben Vitin, edhe me LDK-n, edhe me kushdo do më thonë që ka pas pozitën e ministrit të shëndetësisë me Armen Zemajn, do më thonë njëta situatë. Në 2019 na e patëm kontaktu Aleancën Evropiane kundër depresionit, edhe pak si gati për mu dorëzuve që kena thonë, adem qështu është situata, s'po mundem me gjetë mbështetje në nivel lokal, nuk po mundem me gjetë fonde për me realizu diçka të tillë, po megjithatë kena një farë vullneti për me shty përpara, a mundem një lutna me na ndihmu të paktën me pas një trajnim për secen, me na mësu neve qysh me organizu diçka të tillë. Edhe për çudinë tonë, Aleanca Evropiane kundër depresionit e sheqet email, edhe na shtyn në kontakt me linjën holandeze Nini Treshin. Edhe këta organizojnë transportin, i organizojnë trajnerët, në komunikim me neve, vinë 2 trajnerë prej Nini Treshit, edhe vjen presidenti i Aleancës Evropiane kundër depresionit në vizitë në Kosovë, edhe na majnë një trajnim 4 ditor, më duket ka qenë, për qysh do me thonë në praktikë qysh është dashtë me funksionu një linjë. Natyrisht do sene s'kanë mujtë më na bartë, sepse një pjesë është kontekstuale, është kulturore, kështu që na jena dashtë edhe një pjesë me adaptu për Kosovë. E peq aty, kur ka përfundu që ai trajnimi, pajisët tjera kena mujtë mi siguru, tu e ditë që kjo ka mu bo, kena mujtë mi siguru me donacione, për shembull, dhe kena pas një telefon që baterit ju në kënd të ju hargju vazhdimisht. Kena pas një zyre që na kënd të nda me dikën tjetër që kena mujtë na një dhomë me marë kështu për me shfrytzu do me thonë veç për linjën e jetës. Kena pas mbështetje prej një IT-e që na kanë ndihmu me setup kështu sistemin, shërbimin kështu telefonike kena marrë fal prej kujtesës në atë kohë. Do me thonë ka pas shumë donacione që kena mujtë mi siguru, kapak për mujtë me realizu në mënyrë vullnetare. Edhe mas me 19 nëntor, e kena hapë për herë të parë linjën edhe e kena pas telefonatat e para, ku kena mujtë më në fund me mbështet njerëzit. Peq asoj kohë, mas ne shqyqyr kena mujtë me avancu në proces, do me thonë që telefonin e kena ndru me kompjuter edhe me headset qysh funksionojnë për shembull në call centers, kena mujtë me rrit numrin e vullnetarëve, me rrit numrin e orëve, po gjithmonë jena kështu si në kufi me prekariatin. Gjithmonë jena kështu gati, nuk e kena pas kur një farë stabiliteti që me thonë, ok, tash mundëm mu fokusu veç në shërbime, jo në ngritje të fondeve. Po, pa tjetër të vëna ato vështirësit që e përmendet edhe vetë, ka pak, të mundu diqysh, edhe si që dojnë gjuhë popullore me harnu këtë pjesë, edhe ja keni do aliko gjamir. A mund të shumë nga të regu, pra, sa ka qenë numri i thirrjeve në fillim, është plotësisht anonime ajo pjesë? Po, është, do me thonë, thirrjet janë krejtësisht anonime, na nuk e dina kush na thirr. Përveç nëse na përmendin emrin personat, po na i thojnë adin nuk kanë nevojë me bojë qëtësan, edhe bile preferojnë asë që mos me u ekspozu në identitetin e tëne, për shkak se na krijon obligime ligjore tjera mas ne. Sidoqoftë, pra, kjo ka kriju një komoditet për njerëzit që e din që nëse unë e thrasë në linjën jetës, kur gjë nuk ndodhë. Kështu realisht nuk mundën ma thirë policinë, nuk mundën me më kushzu me sen, mu i veç me pas një bisedë dhe të këshyrim ku po del. E që kjo ja ka jabë do më thonë që atë rahatin njerëzit për me na telefonu, edhe ka mundësu që na me qenë të besushëm për qytetarët. Prej që e kena themelu në 2019, i kena dykun mbi 10.000 ose mbi 12.000 nashta kontakte që kena marrë prej personave. Na nuk e dina janë këto kontakte unike, në sensin që ako në gjithmonë një njeri tjetër, se ka ere mundet me ndodhë që i thiri i njëjti person në disa herë.
Po për shkak se domethënë janë anonime është e pamundun me verifiku. Po diskutojmë do të vi totale i thirrjeve. Po, veç e dina domethënë numrin e thirrjeve. E dina gjithashtu që ka pas impakt edhe pse është zor më e madh, po kjo na vjen kryesisht për njerëzve që thirrën erën e kush do thotë veç deshta më falendëruar, më keni më mbështet, më keni ndihmu. Më thash sot jam shumë më mirë, veç deshta më njoftu që jeni të bëu punë të mirë. Kjo për neve domethënë edhe pse na nuk mundem me shtin me kuantifiku me thon çka njerëz sot janë më mirë se çka janë kon, pra është një farë indikatori që janë aty kryen një punë të mirë. Edhe është që na jep motiv për me luftu çka të fuqishëm për me majt linjën e jetës gjallë. Me të vërtetë përmendet që është goxha vështirë po atë rezultatin e saktë, por edhe kjo kur është që dikon me të vërtetë po ndihmon është ta jep një ndjenjë goxha mirë në vetëm vete, pra. Sa është Sofi i trajnuar për e linjës jetës apo që ndoshta fillimisht ka pas vullnetar, po tash keni edhe pra kompjutera, headset, pra ka u evolvu kjo pjesa edhe e kushteve. Po. Kështu operatorët, pra personat që i pranojnë telefonatat, ata vazhdojnë me qenë një pjesë të tyre vullnetar, një pjesë të tyre janë praktikant. Edhe kena edhe një ekip të mbikëqyrësve që monitorojnë procesin që po shkon. Kështu që ka shtresa të sigurisë për mos siguru që shërbimi që po japet është në nivel të lartë. Përndryshe sa i përket këtyre që pranojnë telefonata, operatorët, këta secili kalon një proces të trajnimit, ku i kanë 3-4 ditë teori, edhe mas një pjesën tjetër e kanë ushtrime kështu one-on-one. Po patjetër se ndoshta është vështirë me pranu ato telefonata, patjetër ti duhet me qenë aty si ndihmës goxha e madhe dhe ndoshta një fjalë e gabuar mund me pas ndikim më të madh. Po është më shumë, është çështje më shumë për me ja hek veset e kësia zakonisht njerëzve, se na kështu mes veti kur folim, kur ta tregon ty dikush një hall, na me mzisprese me tentu mi gjetë zgjidhje, abdin edhe me e drejtu në e ka, edhe nëse ja huqim kështu komplet, edhe nuk e ngojnë afërt njerën çka fol. E trajnimit tenton me kriju një kulturë të dëgjimit aktiv, ku do me thonë ti adën nuk je me njerë të tentu veç mi gjetë zgjidhje njerit, po tenton me e kriju lidhje me të në qatë bisedë që jetu e pas, edhe po tenton masni me kuptu saktësisht rrethanat. Tek kur tek i mrini, kur tek i deeskalu situatën nëpërmjet bisedës, me mujt me referu komunët me gjithë mbështetje, duke i pas parasysh resurset që i ka. Kështu që nuk është shumë e komplikume me një sens, do me thonë nëse qëtë do me thonë këtë në themele, është veç thjesht me mujt me ngu një njeri dhe në fund, edhe masne edhe me tregu interesim që ato që për tëtë. Po mënyra komunikimit në kohë moderne, ndërmjet dy njerëzve, ka qaqë shumë gabime në të, sa që për një me vynë që këtë trajnimi për mujtë me kriju një farë bazët të komunikimit të shëndetshëm. E që kjo masne edhe është që ai ndihmon thirrësit me uni të vlerësum, ndihmon uni që nashta një jetë në përditshme nuk e kanë dikon që mundet me unali dhe me ngu 2 orë gjatë të fol, edhe me vazhdu me kallëzu interesim në situatën e tëne, pa dasht me një herë me thonë që ku i ki gabimet e tua që api bënë edhe që dush me ndrua, po me provu për një me empatizu edhe me pa pej perspektivës tëne. Edhe që kjo është realisht që ka i vynë këgja shumë njerëzve, edhe masë natyrisht është edhe pjesa tjetër që me indimu mu orientu ku mundën me gjithë mbështetje. Kush mundët me indimu atyne, për një me zgjidh problemin e tëne, edhe që kjo është, do me thonë, roli tjetër i linjës tjetës që funksionojnë edhe si shërbim referus. Pra, thirr dikush mund me pas problem nashta dikush është me shku te psikologu, nashta dikush ka nevojë me thirr policin, nashta dikush ka nevojë me shku te qendra për punë sociale, nuk i din me shumë gjas mundësitë e këtij shërbimeve ose cilët shërbime ekzistojnë në Kosovë, e rrjedhimisht mundem na drejtuar tani edhe për me ndihmu me gjetë çat rrugën e tyre. A keni edhe raste ku ju ndoshta është dashur me ndërhy ose me referu tek policia, pra ka qenë ndonjë rast më i rëndë kështu? Po, ka edhe raste të tilla, po na zakonisht në ato situata e bëjna në bashkëpunim me thirrsin. Do të thonë nëse thirrsi kërkon që m'ia thirr policin, atëherë na mundem me thirr, edhe pse preferojnë as me buata. Po si të qoftë nëse me çdo kush do të thonë kërkohet për ne, na mundem me thirr policinë edhe mu koordinu që me mri deri te vendi. Po tentojna me shmang sa më shumë që është e mundun që na m'ia thirr dikujt policinë pa pëlqimin e tyre. Do të thonë kjo për neve është shumë problematike për shkak që ul besimin në shërbim. Nëse mendon
personi që mundet me ndodhë kjo, ata ma me gjasë dhe me thonë nuk telefonojnë hitë se sa me reziku. Kështu që qatë... Po pikërisht ndoshta kjo është ajo arsyeja pse edhe telefonojnë, sepse ndihen të sigurt edhe ndihen që me të vërtetë po dëgjohen. Qashtu, fiks. Po, megjithatë ka pas pra raste që dikush ka thirrë, ka thonë kam nevojë për ambulancë, kam nevojë për polici, ose ndoshta gjatë bisedës ne e kena propozuar, kena thonë a ki mendu ndoshta me thirr policinë nëse ambulancën a mundë me të ndihmu në këtë proces. Edhe mas një ajo prej anës tonë u facilitu. Kështu që po, ka edhe raste urgjente të tilla. Sa zgjashin zakonisht këto telefonata? Këtë varet prej individit, do me thonë ka prej, për shembull thirr dikush për diçka shumë të shpejt, prej 6 minuta deri në 4 orë ka ra, do me thonë me pa thirrje të shku. Dikush thirr herët, do me thonë gjatë ditës, ose dikush mundet me thirr vonë natën, ka qatë shumë lera mani sa që është problem me thonë që është e zakonshme herët që ndodh në punë. Po patjetër se edhe këto sidomos të orët e hershme janë ato që ndoshta edhe mund me qenë edhe raste më kritike, po edhe kemi individ ndryshëm, pra unë edhe ti nuk jemi personi i njëjtë, pra edhe kemi vese tjera, mendime tjera, edhe çish funksionojmë e tëra është ndryshe. Qashtu. A mundesh me na tregu për projektet e tjera, pra jo përmendet projektin e parë Java, edhe a mundesh me na tregu për ato fillimisht, pastaj vazhdojmë edhe tek tjerat. Po. Java e shëndetit mendor, Java Evropiane e shëndetit mendor është në maj janë nisë në të hanën e dytë të majit. Edhe shkon gjatë krejt qasoj jave. Na gjatë qasoj kohë e organizojna festivalin Java Terapi Startit. Edhe mrena festivalit, që synojna me bo është me rritë ndërgjithësimin e shëndetit mendor, me kriju hapsina ma shumë për personat që kanë çrregullimet të shëndetit mendor, ku ata mundën me ardhë me folë për përvojat e tyre, ose që janë me neurodivergjencë. Edhe tentojna këtë qëto muhabet edhe qëto diskutime mi ndërlidh me artin si medium për mi shpreh ato. Pra, për shembull vitin e kaluar kena pas në bashkëpunim me organizatën Z, e kena zhvilluar një aktivitet ku kanë ardhur fëmijë me autizëm edhe kanë performu me muzikë për audiencën, edhe mas një masi që u përfundu që si mini koncerti, kanë vazhdu një diskutim ata edhe prind të tyne se që kanë sfidat të tyne në Kosovë për me qenë, do me thonë, një individ me autizëm, që kanë nevojë familjet të tyne për mbështetje e tjere tjere. Kështu që me qësi modalitetet të ndryshme, na tentojna që me bo matë qasshëm diskutimin për shëndet mendor, edhe mi pru mes mu taku, do me thonë, mes vetin njerës që janë kërgja kështu të huajsum në shoqni me qatë masën, do me thonë, që jeton në qendër. Kena koncerte, kena leximet poezive, kena revista që publikohen që atë ko, diskutime me persona që kanë pas, do me thonë, probleme me çrregullimet të shëndetit mendor. Këtë kjo, do me thonë, është edhe janë këtë super të qashme, mundet më ardhë kush do me thonë, nuk ka nevojë për pagesë kur fare. Edhe tentojna sa ma shumë me kriju bashkëpunim me organizata tjera në mënyrë që mi zhvillu aktivitetet në qytete tjera. Kështu që mos me majt veç në Prishtinë, po për shembull me Bonevet Kamenicën kena punu që me pas edhe aktivitete atje, Mitrovic, në Pej, në Prizren, Gjilan, veç vare do me thona mundë me gjithë një organizat që kishë bashkëpunu me neve në qatë kohë për mujtë me usiguru që ka zhvillohet diçka ne. Po patjetër edhe kjo shmëndarja pra dhe në qytete tjera është më e rëndësishme sepse nuk kemi probleme vetëm në Prishtinë, por edhe nga zonat rurale ka edhe probleme më tjera që ndoshta shëndeti mendor nuk duket aq i rëndësishëm. Unë menoj që tash për tash në Kosovë këtë e dina për rëndësinë e shëndetit mendor. Kjo çështja e stigmës në sensin e sapo ki mundësi me fol për shëndet mendor ka araba e dukshëm krahasim me që shukon. Shërbimet veç që mungojnë. Jashtë këtu në 7 komunave më të mëdha, mungon dukshëm do me thonë qashmëria në shërbime dhe mungon dukshëm hapsina ku ata mujtë me i pas qëto muhabete. Nëse na mundëm nëpërmjet festivalit me ausjell, edhe në vene tjera, jo veç në Prishtinë, ajo për neve është sukses. Pra me e zgjënu që diskutimin që mujtë me përfshi sa ma shumë njerëz si edhe jo vetë si pjesëmarrës të festivalit, por si bashkisedarë në zhvillimin e këtyre diskutimeve. Përmendet edhe drejtat e pacientëve.
Pra, si qaseni të kjo pjesë? Po, për gjatë aktiviteteve që kena zhvillu, na vazhdimisht e kena pa që njëna prej barierave kryesore është mënyra se qysh organizohen shërbimet e shëndetit mendor në Kosovë, sidomos kur pi marrim parasysh të drejtat e pacientëve. Për shembull, njëna prej frikave që vjen prej personave që kanë mendime për vetrasi është pikërisht që kjo që ti mundesh me ja thirr policinë dhe mas njëjë personi e merr dhe mshel në psikiatri, që është e mundur me ndodhur në Kosovë. Edhe kjo na ka shtimu interesu pak ma shumë në mënyrën se qysh funksionojnë në shtete tjera, në qysh janë rekomandimet e OBSH-s dhe kena kuptuar që na realisht në Kosovë funksionon në një sistem jashtëzakonisht të mbyllur. Në sensin që është kryesisht i orientuar ka shërbimet ambulantore, ka psikiatria, kena do qendrat shëndetit mendor, po ato nuk është që po mundën fort me punu në komunitet qysh parashihet. E rrjedhimisht po mesin njerëzit të izolum, bukur shumë, nuk njohën në fort shumë raste në Kosovë që mundën me thonë që janë tregimet të rehabilitetit, masit që kanë hidur me thonë në qytë sistemin psikiatrik. E tu ballafaqu vazhdimisht me realitetin, do me thonë se kur nuk po të funksionon këtë zinxhiri atëherë edhe ti sa po je efektiv dhe ki të limitume. Jena detyru edhe na që me u përfshi në procesin e politikë bërjes për sa i përket shëndetit mendor. Për me marrë sa ma shumë informata, na kena kriju po kena marrë pjesë në diskutime të rjetëve të ndryshme të shëndetit mendor. Vitin e kaluar kemi qenë në Trieste për me po që konsiderohet standardi i lartë i shërbimeve të shëndetit mendor në nivel global. Sot kështu folë me disa kolege që para do dite janë kthy prej Lille në Francë, ku kanë mujt me pa dhe shërbimet atje, që funksionojnë modelet të ndryshme që rekomandohen prej OBSH-s me u implementu në shtetet të ndryshme. Edhe të i marrë që të përvoja, na i bartim në Ministri të Shëndetësisë, në qëtë rast, bartim në politikë bërë sa ma shumë që është e mundën, në mënyrë që me konstruktu një sistemi cili largon sa ma shumë këtë ide në mbylljes mrena në klinike psikiatrike edhe që drejton shërbimet në komunitet, që drejton me kap sa ma shumë persona mrena që ati shërbimi, mos me prit që ata veç me ardhë dhe mushtri në shtrat, që drejton me ja respektu të drejtat individve, do me thonë me mujtë ata me zgjedh, çfarë shërbimi dojnë, kur dojnë me marrë qatë shërbim, me mujtë me refuzu shërbimin nëse nuk i përshtatet atyne, edhe që të nëtën me marrë qatë marrësin e shërbimeve, edhe me bo bashkëkisedar me trajtimin e tyne, e jo veç me u konaj një farë trupi që ti si doktor vjen edhe ushtron praktikën tënde mbi ta. E kena pa modelet të ndryshme që e funksionojnë me qëtë filozofi dhe ato se cila për tyne dhe më thonë me qështu vazhdu të tregu suksese të ndryshme. Përderi sa na në Kosovë, hala pak kena met në një model këgja të vjetrum. Për neve shumë e rëndësishme që me e shty për para që sa ma shumë që është e mundën, pikërisht për shkak që nëse nget ky sistemi i shëndetit mendor, nëse nuk e ndrojna në mënyrën se qysh dojna me i trajtu këto probleme, atëherë edhe na OJC, po edhe shteti mundet me punu, me bë punë fenomenale, po nëse prap tentojna me metoda të vjetruara, atëherë edhe suksesi jonë ka mungon bëj i cungu. A mendoni që pikërisht kjo mbyllja në qendra psikiatrike mundet me kundërshta me vodhe të kundërtën e qëllimit pra që po mundohemi ta bëjmë? Po, edhe kjo nuk është veç mendimi jemi, OBSH-ja do me thonë e ka cekë në raportet të ndryshme që potenciali shërus i mbylljes do me thonë në psikiatri është pothuajse zero. Nuk ka ndaj farë efektivitetit që me thonë po na nëse bojna cecen atëre kena pështu njerin. Jo. Përkundrazi hulumtime në Angli kanë dëshmu që njerëzit të cilët janë mbyllë në psikiatri për një kohë të gjatë, mas ne kanë pas gjasa më të larta për me përfundu në vetvrasje. Kështu që na vjen me ndru, nuk kena çare pa tentu me gjithë mënyra tjera të funksionalitetit për shkak se pedina që nuk po funksionon. Do të thonë jena tu hub kohë, që tash adem tu pas vazhdimisht kështu bllokada të ndryshme për me ndryshu që sistem, kur kishim mujt me kriju diçka shumë ma të mirë për qytetarët që i respekton qytetarët shumë ma shumë që tenton që ata qytetarë me i rikthy në komunitet në vend se mi majt veç të mshelën me një vend edhe
sa ma largë prej shoqënisë së gjerë. Për me e arrit që qëllim na kena qenë edhe pjesë e grupit punus për projektligjin për shëndet mendor, po që në fatkeqësisht nuk ka rezultuar në diçka produktive, po se do me thonë blokada o konë këgja e madhe. Megjithatë na vazhdojna me monitoru qysh po ecin sanet përsoj për këtë politikë bërjes. Kena pasur edhe biseda me tash ministrin Vitia, po edhe me ministrat kalum edhe me këshilltarët e ministrit. Edhe po shpresojmë që kjo qasje ka dalë ka me fillu mu ndryshu. Tash presim me po draftin e ri të ligjit për shëndet mendor, verzionin të përditësuar, me këshyrë me dhanë komente nëse është nevoja, po që ka metë edhe pak i blokum këj proces shoku i mungesës qeverisë, dhe më thonë një nalo në tranzicion. Pa tjetër, pro kjo mungesë të qeverisë, po ju preket dhe qendrave edhe OJC-ve të ndryshme, pra. Pa tjetër, tash unë nuk muj me folë për çdo organizat, po për shembull për neve, linja jetës është një sen që u prek prej mungesës të kuvendit edhe mungesës të qeverisë. Na vitin e kalume kena dërgu një peticion për hartimin e ligjit për parandalim të vetvrasjes. Edhe në qëtë ligj, mundën mu para pa, do më thonë, shërbime të ndryshme, mekanizmat që mundën me ndihmu në parandalimin e vetvrasjes, politika të reja, po që është, do më thonë, relevante për çdo që po folim, është që u para pa edhe institucionalizimi linjes tjetës, që kishtë në kuptu që më në fund linja jetës mos me metë si diçka që është përgjithësive që një organizatës, qipsin që rast, po që qeveria më bo bashkësedar, qeveria me tentu me siguru fonde për funksionalitetin e linjes tjetës edhe me monitoru me në ambikëshyrë neve, më në fund. Përgjithë se kanë gjenë disa vite, kështu, edhe disa vite gjatë suksesshme që nga hapja e linjes tjetës, pra është edhe rezultati real që kjo po funksionon. Po, por për shkak që nuk kena, do me thonë, kuvend që një vit, ky peticion ka metë, do me thonë, edhe pse na e kena dërgu në mënyrë suksesshme, ka kalu verifikimin në KQZ, ka metë që aty për shkak që nuk ka kush me punun të. Edhe kjo ka ndiku negativisht edhe ndinin, sepse në tash me qenë se nuk kena mujt me e institucionalizu që dë vit, kjo pasiguria financiare ka rezultu që mas një tash na me pas nevojë një shkurtu orarin prej fundit të këtij muajit. Kështu që pa tjetër, kjo nuk është, do me thonë, diçka që prek veç politikën në nivel abstrakt, kjo na ndikon neve në jetë të përditshme, edhe sigurisht ka dhe organizata tjera që ndiku për shkak të pamundësisë të politikanëve tonë me formu qeverinë. Ju si profesionist, pra si shëniciat janë ato problemet sociale ma dukshme shoqërinë tonë? Nuk kom bo hulumtime në qëtë fush për me thonë diçka kështu definitive. Nuk kena realisht statistika për me në nivel shoqënor që me thonë... A mendoj që edhe kjo mungesa statistikave të sakta është problem? Po, pa tjetër, se tash unë nëse du me bo një argument, për shembull me thonë, po kena nevoj pa tjetër me mbështet linjën e jetës, a im thotë, okej, ku pe din. Edhe unë s'kam qka mu majtë për shkak që Kosova nuk ka statistika të vetvrasjeve. Na nuk e din aso vetvrasje ka në Kosovë. Nuk e din as i KSHPK-ja, as kjo agjencia statistikave. Edhe rjedhimisht edhe unë nuk kam qysh mja dëshmu mas nej as donatorve, as vetë qeverisë rëndësinë e punës që përbojna. Njëjti san është edhe me shërbime tjera të shëndetit mendor. Kur nuk e dina sa është impakti i çrregullimeve të shëndetit mendor në populatë, kena problem edhe me e ditë sa duhet me nda fonde për qëtësen. Tjetër është që edhe që ato resurset që i ndojna, na kena problem me ditë ku duhet me ndiku ma shumë. Unë sot nuk e di cila komunë, për shembull, ka ma shumë vetvrasje. Edhe rrjedhimisht unë tentoj me kap këtë Kosovën. Kjo është nuk është mënyra ma efektive për me punu. Nëse unë, për shembull, për jafus, nëse për shembull Prizreni kish pas ma shumë vetvrasje sa komuna tjera, unë kisha ditë që okej, duna me qu ekipe ma shumë Prizren, duna ma shumë me punu në Prizren për mujt me e ullë shifrat. Po me qenë se na nuk kena ide kur fare qysh ekzistojnë statistikat, qysh qëndrojnë statistikat në Kosovë, atëherë na nuk e din as ku duhet me intervenu, sa duhet me punu në të. Çka janë rrugë që janë kon ma efektive. Nashta edhe që ato që përbojnë është domethënë veç këtë. Po s'kena qysh e dina për shkak që nuk ka statistika që merren me qëtësan. Domethënë fare nuk kena mekanizma që e monitorojnë. Kështu që kjo është
njëni prej probleme më të mëdha që i kena, fakti që nuk e dina çka ndodh. Çfarë mendoni që është roli i mediave sociale pikërisht këtë pikë? Në shëndet mendor. Po. Mediat sociale janë thjesht një mënyrë tjetër e mirëmbajtjes të raporteve njerëzore. E di që është domethënë një shqetësim këgja i madh i këgja. A mund të kenë efekt negativ? Mundën me pas efekt negativ, po mëneja është më shumë e përdori qysh përdorë. Domethënë media sociale në vetvete nuk ka nuk është domethënë veç masi ekziston Facebooku që domosdoshmërisht ka efekt negativ. Është thjesht mënyra se çysh përdoret, edhe është qysh na i ndërtojnë raportet me njëri tjetrin. Unë për shembull e përdori Facebookun për me nejtë në kontakt me njerëz që nashta nuk më bjen mi pa me muj, ose WhatsApp, domethënë kam një kolege që unë bisedoj me të kryesisht në WhatsApp, ka nashta me muj që se kam pa. Pa e mu nuk më ka bo dëm, e mu më ka bo mirë, me mujtë me majtë kontaktin me dikën tjetër. Dikujt i ka bo dëm, sepse ka kriju varësi ose ka fillu cyberbullying me ndodhë në përmjet rrjeteve sociale. Kështu që këto janë thjesht modalitetet të ndryshme të komunikimit, që na me kalimin e evolimit teknik duhet edhe në nivel shoqëror mu evolu që mujtë mi përdor në mënyrë ma të përgjithshme dhe që me pas mekanizma që i ruajnë përdoruesit e këtyre shërbimeve, po nuk është që e komunet qatë, që me thonë, drojën që i ndjenë shumë njerëz që me thonë, domosdoshmërisht atë duhet me i nalë. Po, ndoshta TikTok është ajo platforma e cila nuk është as informuese, pra nuk përdor për shembull siç e përdorin Facebook-un, pra në mënyrë mbak më profesionale, mund të marrë kontakte kështu. Pra TikToku gjithmonë mundet të më shkaktu varësie kështu. Unë nuk e përdori TikTokun, po nuk është që nuk ma kalon më që të përshtypje. Unë nuk e përdori se s'është unë as Instagram, s'kam, nuk është që atë veç thjesht nuk kam nevojë për to. Po rinia e di që përdor TikTokun për me komuniku me njëri tjetrin, e di që përdor TikTokun për mu informu me njëri tjetrin. Prapë është veç çështje e modalitetit. Është nëse na dojna që mu siguru që ajo përdoret në mënyrë të përgjithshme, atëherë duhemi me punu në edukim. Po të njëjtat çdo muhabetet që i kena tash për TikTok, i kena pas më herët për Instagram, para Instagramit për Facebook, etj. Kështu që nuk peshon ai farë ndryshimi, këtë është vetë çështje e gjeneratat që kanë mënyra ndryshme të komunikimit, edhe që unë tash mund të them vetës gjenerat pak më e vjetër, që na vijnë me ndërtu mekanizma për mi mbrojt edhe për mi mbështet. Jo domosdoshmërisht mi thonë mos hin TikTok, po pikërisht kjo pjesa edukimi medial, që unë besoj që do të implementohet edhe si lëndë mësimore. Pikërisht. Atë flasim pak për përvojën tënde personale. Çka ju ka shty juve pikërisht për me vazhdu që nga viti 2019? Nuk po di çfarë më thonë. E përmendëm ka qenë më shumë ndoshta se gjysa pa rrugë dhe është kjo rruga pikërisht është ajo që për ata edhe punojmë. S'po di, nuk është që kam kështu përgjigje konkrete me thonë çka më ka shty dhe çka vazhdon me më shty. Unë më shumë veç njëri që kur t'ja nis diçka kam qef me çu deri në fund. Edhe për mua qëllim jemi pra është që me që një kena nisë dhe me thonë edhe qipsin ka qenë me kriju linjën e jetës. Edhe tash për mu siguru që ajo vazhdon është institucionalizimi i linjës tjetës. Nashta kur të mrim që qëllim, nashta edhe e konsideroj që e kom përmbyll adhe një pjesë të misionit tem, po nuk e di. Nuk muj me thonë që është po mënej, edhe pse natyrisht mbështetja që e kena marrë na ka ndihmu shumë. Kontaktet për personave që na bujnë me ditë, që na për një me jena tu kry punë të mirë, që për një me ka njerës që sot e në gjallë shko këtë qësoj punët që e bujnë kjo u kone indikator për me vazhdu. A keni pas në moment kur ndoshta keni kom pragë edhe për më dërzu? Ka pas shumë momentet të tilla, në fillim sidomos, po gjithmonë jam këtu ashtu. Nuk po më duket që e kam pas seriozisht në era ashtu. Gjithmonë e kam menuar me vetë me veti, po nëse e kisha dashur me lënë, e kisha lënë. Si e paramendoni Kosovën në aspektin social pas 10 viteve? Qysh kisha dashur me paramendu, ishte qenë një shtet shumë që menon shumë për qytetarët e vet, që ka investon shumë për mekanizma që ja lehtësojnë jetën qytetarëve, që tentojnë edhe nëse është për shembull dikush rrugëve tu ecë, është edhe çdo herë
prej zyrës deri në qendër është i njëjti person që është pas tre. Janë i dy qaj që rinë me të gjithashtu që këta i bëjnë shoqëni një tjetrit edhe gjithmonë janë përshtypje domethënë që hala si shtet nuk kena kriju një mekanizëm për mu siguru që ky individi ka banim. Domethënë edhe kjo është edhe njëjtë edhe për persona që kanë probleme me shëndet mendor, nëse shkon në psikiatri, në institutin special në shtime, nëse shkon në shtëpitë për integrim në bashkësi edhe i vetë se cilin për tyne që është diçka që ty të mungon që ti kishe pas qef ma shumë është shtëpia. Shtëpia dhe në vendi punës, çdo sene shumë bazike që plet për neve na i konsiderojna shumë të mirëqene. Nëse mundëm që to na me mrena 10 vjetë mi garantu, nëse nuk e kena mund dikon që është pas tre, nëse kena kriju mekanizma për me i kthy njerëzit në shoqëni, atëre që ajo shkon mrena 10 vjetëve, një shtet që kisha mujt me qenë krenare në për ta. Cili është një mesazh cilin do t'ja jap qytetarëve që ndoshta po kalojnë momente të vështira dhe po na dëgjojnë tani? Veç kisha thonë që nuk e në vetë në qëto momente. Nëse kanë nevojë për me folë me dikon, mundën me telefonu të linja jetës, kena numrin 0800 9345, ose kena dhe mundësin për chat në Facebook, kena një link në biografi që mundën me na pa, ose në Instagram. Po që çdo problem është që me thonë, nuk i kisha lanë ata me kriju mendimin që problemet e tyne janë pavarësisht që nuk janë vetë në atë që po ballafaqohemi, që janë letë të kategorizueshëm ose që janë, domethënë veç më dikush me çtime një thes. Na këtë i kena jetat tona dhe këtë i kena dinamikat tona specifike. Edhe pavarësisht kësaj, këtë meritojna domethënë mu trajtu me dinjitet që na e dojna. Domethënë me mënyrën që na e shohim veten. Kështu që me qëtë sen, në mendun e kisha thonë, mundemi na kontaktu neve nëse keni nevojë, për me folë edhe për me këqyrë që mundem me gjithë një zgjidhje të përbashkët, po edhe që mos me i lanë njerëzit tjerë me lanë ata me mendu që domethënë nuk problemet të tyre janë domethënë thjesht hajtabden se s'është kjo kurrë, domethënë këtë janë valide. Edhe kur të pranojnë ana që janë valide, që atëherë edhe mundem na me janis me kërku zgjidhje për to. Atëherë ben faleminderit shumë që ishe sot në studio, edhe besoj që kaluat edhe ju mirë edhe ne gjithashtu. Po, faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Dashur shikues, kaq kishim për sot. Mos harroni të riktheheni nga hëna në të premte nga ora 17 në Dita me ne dhe deri në takimin e radhës, mirupafshim.